Luiza Gega tronditi mbar opinionin sportiv në vendin tonë dhe jo vetëm, kur shpall 9 kampion e Europës në garën e 3000 metrave me pengesa. Pritja e menjëhershme autoriteteve mungoi, deri në certifikimin e rezultatit pas analizave antidoping. Tashmë që Luiza është de facto dhe de jure medalje argjend europian, në ambientet e kryeministrisë u zhvillua edhe ceremonia zyrtare e autoriteteve shtetërore. Sigurisht 28 vjeçare mori vlerësimet maksimale të ministres së arsimit dhe sporteve, Lindita Nikolës. Jemi krenare për ty, jemi krenare për arritjet e tua, padyshim meriton shumë e më shumë mbështetje, jemi të vendosur për të vijuar në rrugën e mbështetjes për sportin në përgjithësi e padyshim për sportin elitar në veçanti. Masi ka akorduar atë çfarë ligji parashe për gjithë arritjet e tua në sport, por është shumë pak në raport të asaj që ti meriton, përfitoj nga ky rast për të përshëndetur dhe inkurajuar ju, e sigurt që do të shënjoni sukses në lojrat e Rios. Zëvendës kryeministri Niko Peleshi, pasi dorëzoi medaljen e mirënjohjes Luiza Gegës, nuk i kurseu lëvdatat për atleten, duke shtuar se pritshmëritë janë edhe më të mëdha. Na ka dhënë një gëzim shumë të madh të gjithë shqiptarëve. I pasuar pastaj edhe me rezultatet në përmirësim edhe në rritjet Luizës, dhe që siç kemi të gjithë shumë besim, pa e preku Luizën nga rreziku i prershëm i euforisë, do të vazhdoj të thyet edhe në lojrat olimpike. Në fund ishte vetëm kampioni e Europës ajo e cila mori fjalën dhe zbuloi se në momente të vështira kishte menduar edhe të rrehej nga sporti, por tashmë ndodhet në majat e atletikës europiane. Sigurisht rruga ka qenë shumë e vështirë, sepse ka pas shumë ditë vështira në jetën time, sinqerisht, qoftë nga ato ditë që unë kam dashur dhe ta lë sportin sepse arrin një moshë ku ti duhet punosh dhe të mbash ndoshta edhe veten. Dihem shumë mirë që arrita të sill Federatës Atletikës medaljen e parë në këtë sport dhe shpresoj shumë që të jem këmba e mbar, sepse mendoj shumë që ka talent Shqipëria, mendoj shumë që me mbështetje qoftë edhe pak ne mund të arrijmë të jemi dhe në nivel ndërkombëtar. Mund të arrim të ngrem prap këtë flamur që sinqerisht unë që e kam përjetuar e them me plot bindjen që nuk ka emocion më të madh. Luiza Gega do të jetë mbajtësja e flamurit shqiptar në lojrat e Rios dhe do të zbresë për herë të parë në pistë më 14 gusht.